Rreth rrotullimet. Kush mund të kalojë i pari dhe kush duhet të presë? Ky është një rreth rrotullim. Ju shihni një tabelë blu të rrumbullakët me shigjeta të bardha. Ju duhet të ndiqni shigjetat dhe të lëvizni rrotull qendrës. Ju gjithashtu shihni trekëndëshin e kuq ose një tabelë stop. Në rrugë, ju shihni dhëmbët e peshkaqenit ose një vijë ndalimi, kështu që duhet të prisni. Makinat ose ciklistët që po qarkullojnë në rreth rrotullim kanë prioritet. Si të hyni në një rreth rrotullim? Ngadalsoni. Shikoni me kujdes majtas. A ka ndonjë makinë apo ciklist në rreth rrotullim? Duhet të prisni. Nuk vjen njeri? Mund të hyni në rreth rrotullim. Si të dilni nga rreth rrotullimi? Ngrini krahun e djathtë përpara se të ktheheni. Kjo do t'u tregoj njerëzve të tjerë se po largoheni nga rreth rrotullimi. Nëse ka një korsi biçikletash në rreth rrotullim, duhet të lëvizni në korsinë e biçikletave. Kushtojuni vëmendje